So finally we are even honored. Më në fund jemi shumë të nderuar që të kemi 2 përshëndetje nga Kristianët-Demokratët. Ju faleminderit shumë. I nderuar Zoti Kryetar, i nderuar Zoti Berisha. Të nderuar miq, të dashur miq. Mirdita. I'm happy to be back. Është kënaqësi të kthehem në Shqipëri. Dhe është fantastike që më kanë ftuar në kuvendin tuaj të mrekullueshëm. Dhe është privilegj t'ju përcjell përsëri urimet e Kristian-Demokratëve. Por gjithashtu edhe nga kancelari, Zoti Merc, i cili është kryetari i partisë tonë edhe një mik imi i afërt. Ju përcjell urimet e Zotit Merc. Për ne në Gjermani, si Kristian-Demokrat, është e rëndësishme të dimë që të kemi aleatë të cilët ndajnë të njëjtat ide me ne kudo në Evropë. Dhe pikërisht këta jeni ju. Jeni aleatë që mendojnë si ne. Faleminderit shumë për këtë. Dhe ne duhet të nxisim më tej bashkëpunimin. Partia juaj me sukses i ka dhënë formë Shqipërisë në të kaluarën dhe Sali Berisha personalisht i ka meritat për këtë. Në të njëjtën kohë, i dashur Sali, më vjen mirë të mësoj se ti ke edhe partinë e vogël republikane edhe mikun ton Fatmir Mediu në krahun tënd. Së bashku, ju e futët Shqipërinë në NATO. Kjo ka qenë një arritje e madhe në të kaluarën, por shërben si një gur themeli edhe për të ardhmen. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse për të fituar zgjedhjet e kaluara nuk mjafton. Maksimumi mund të konsiderohet si një burim i besueshmërisë. E rëndësishme për të fituar zgjedhjet është të japim optikën për të ardhmen. Dhe mendoj se ju jeni shumë mirë të përgatitur. Dhe si pjesë e familjes të partive tona në bazë të lirisë të dinjitetit për çdo individ së bashku me pragmatizmin ekonomik, kjo do të përcjell optikën e së ardhmes. Dhe po, Shqipëria meriton më shumë. Shqipëria mund të ecë shumë mirë se sa në qeverisjen aktuale. Lufta kundër korrupsionit është një parakusht i rëndësishëm për një paqe dhe prosperitet të përhershëm. Partia Demokratike na ka ne si Kristian-Demokrat, si aleatët e vetë më të ngushtë. Shqipëria e ka Gjermaninë si mik dhe unë personalisht jam i lumtur të jap kontributin tim të vogël. Le ta forcojmë këtë miqësi. Së bashku, le të arrijmë më shumë për vendet tona përkatëse dhe për Europën. Dhe ju jeni pjesë e Europës. Jo vetëm që ne kemi një trashëgimi të përbashkët në Europë, por gjithnjë më tepër duhet të jemi pjesë e Europës në të ardhmen. Shqipëria dhe Gjermania të vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin. Faleminderit.